a jepet zeqat për 14 karat ari, pra kur ari është 14 karatsh. Dhe si jepet? Nëse njeriu zotëron ar, duhet japi zekatin nëse zekati arrin 85 gram 24 karatsh. Po si bëhet për shembull kur njeriu ka ar, po e ka 14 karatsh, siç është pyetja, apo 12, apo 16, apo 18, apo 21. Si veprohet? Ka një formulë që duhet zbatuar. Shifra e gramëve që kemi, shumëzim karatët, pjesëtim 24. Për shembull, ka 200 gram ar 14 karatsh. Për shembull, 200 herë 14 sa bën? Sa? 2800? 2800 pjesëtim për 24. Sa? 2800 pjesëtim për 24? $116. Atëherë obligohet me e dhënë zekatin në 200 gram ar 14 karatsh. Sepse shifra doli 116. Pra ne çfarë bëm? 200 gram shumëzim për 14 karatsh, pjesëtim për 24 karatshin për cilën është obligim. Dhe doli shifra 116, atëherë është obligim. Po si kur të kishim ne, për shembull, 160 gram ar 14 karatsh. Hajde, 116 shumëzim për 14. Sa? Pjesëtim për 24? 67. Nuk obligohet zekati. E kuptuat dallimin? Pra, shifra e gramëve ar, shumëzim karatin aktual, pjesëtim karatin që obligohet zekati që është 24 karatsh.